Unë prezervohem nga ajo diskutimi që po ngrit Halili, themi a jemi Kosovara, shqiptara, kështu. Por unë mendoj që ne duhet ta ruajmë, ta forcojmë çfarë kemi bërë deri sot. Kështu që unë jam i bindur që nuk ka Arben, ky është mendimi jam që nuk ka disponim aktual që Kosova dhe Shqipëria të bashkohen. Nuk ka, jo vetëm nga ne, pas nga Shqipëria. Unë nuk e shoh kështu. Nuk ka as mundësi, asnjë mundësi që ekziston. Asnjë mundësi gjeopolitike edhe thashë unë përmenda gjeopolitike. Ligjin ndërkombëtar aktualisht nuk ekziston. Duhet me thonë Alton, jo me mashtu njerëzit Alton, se Albini i ka fituar zgjedhjet e para. Absolutisht është mbashtrimi se thotë Alton Albin Kurti zgjedhjet e para ka fituar mbi Bashkim Kombëtar. Ju e dini, falë. Prandaj, kur vjen puna tash, se tash pushteti i mirë, i ëmbël. Tash po se leje kushtetuta. Kushtetuta, jo veç kushtetuta Kosovës. Vendi botnor. Konstelacioni i ligjit ndërkombëtar, e drejta ndërkombëtare, që nuk e jep asnjë mjet që na muj me shëtu mu bashku. Jo më jep, na sulmon që mia na pushton edhe që na bashkan. A din që Shqipnia o NATO, Alton, po bon hajgora, Alton. Pres, analizë për hajgora, Jo, besim ka më hajgore. jam synë ata, po del Krenar Shala i pret. Po kur thu ti që s'ka mekanizëm ndërkombëtar, po kanë që ka. Nuk ka. Nuk ka, Alton. Më qeti lutë, më qeti, jemi në ditë feste, jemi në ditë feste. Ua, rikujtoj që jemi në ditë feste. Historik Rugova, që thot, na du ta disclaimer që du në gjuhën angleze, na du ta tregojmë që ka elita jon politike, që deri te lufta shërimtare, që është liru Kosova, po fati jonë, padrësia madhe në 1912 dhe padrësia jonë që të mesëm brenda strukturës politiko-administrative të Republikës Shqipënis, du të theksu, që ka theksu të azojme dhe Rugova, që ka thonë që arritja ma e madhe, po që është pavarësia Kosovës, edhe ndër shqiptar, por është kompromis. Ashtu e ka thënë. E ka thonë edhe Ibrahim Rugova, kjo fakti që ti do në mu bashku. A ka ndonë në botën moderne në bëjmë diçka pa kompromis. Bomit politik në kupton që o kompromis gjithçka. Edhe fakti që ti donë me bashkëpunu, me ndërtu një Commonwealth, një bashkëpunim jo simbolik, po do me thënës, kulturor, vleror, nuk të banë ty... Po bashkimi Evropian Berim e bën pa nësish me mo kufit. I bën pa nësish mo që të bashkim, se je vlerat për bashkëta. Edhe kush ndalon ty edhe sonë të Berim, edhe kush ndalon shqiptarët në Kosovë, Shqipni, në Maqedoni, këto tjera të ka ndalisa, edhe në Malëgji s'ka. Kush ndalon juve me pos vlerat kulmëret për bashkëta, kulturore, artistike, shkencore, universitare, pikturë, muzikë, sport, kush ndalon? Unë nuk e besoj që ka spjegim, besoj që Halili e ka atë pjesën e spjegimit, po flasë kështu shkencor që e bën më mirë sa Halili këtu. Po du me thonë diçka tjetër, në praktikë çfarë po ndodh. Ne du me folë pak çka po ndodh në praktikë. Keni mbledhjet e dy qeverive. Merrni vesh pak shqyrni që ka ndodhur në ato mbledhje dy qeveri. Besomni, prekret marrëveshjeve që janë bërë. Nëse janë 57 blerim, besom 20 janë qysh me arrit sigurinë kufi. Besomni, me i forcu kufit. Jo me i hek, me i forcu. Jo për forcim klasik, është forcim kontraband, po jo me vendos barriera. Me taksimin e dytë, ka taksimin e dytë, ka dhe lehtësimin e investime, ka dhe me përlet punës. Nuk është dita ma e mirë ndoshta me zgjedh me fol për 29 nëntor për këto. Flasim në ditë tjetër, po, në flasim në polemika, po unë jam dy tema të fundit. Njëri nga protagonistët kufini i fundit i Bashkimit Evropian kanë me na shkum. Ka dalë besesohia Leon. Kanë me na shkum. Më duhet në 10 minutat e vazhdim ta përmbyll me dy tema. E para, njëri nga protagonistët e 17 shkurtit, nga një pyetje. Njëri nga protagonistët e 17 shkurtit dhe njëri nga protagonistët themelues të Republikës së Kosovës. Sa të shfaqur në rrethana natyrisht të pakëndshme. Flasim për ish presidentin Thaçi, ka folur nga Haga ku i ka filluar një proces i ri gjyqësor për administrim të drejtësisë, në fakt është një akt akuzë që është bërë gjatë kohës sa ka qëndruar në paraburgim, derisa po përballet me akuzën e parë që ka të bëjë me krimin lufte. Dëgjojmë pak presidentin Thaçi çfarë ka thënë në këtë paraqitje. Mirëpres mbajtjen e kësaj seance. Për këtë arsye dhe jam sot në këtë seancë sepse jemi përcaktuar për respektimin e shtetit
ligjor